Mirë se vini në Teutat Her Voice. Ky podcast nuk është vetëm një zo, është një lëvizje. Frymëzuara nga mbretëresha jon Teuta, ne kemi dëshirë të japin hapësirë për gratë shqiptare në Zvicër që e ndojnë historinë e tyre bashkë me neve. Akademike, sipërmarrëse, artiste, nana, gjitha mbajnë forcën dhe dinitetin e një Teute në shpirt, sepse kur gratë e ngrinë zërin e tyre, lëviz historia. Kom kënaqësinë sot që I kemi prezent krejt sponsorët tonë. Pja fillojna me Merita Pintën, një ndërmarrëse super gru, super e suksesshme. Faleminderit shumë Merita që secilën herë që të pyesum na për krah, edhe që ke gjetë kohë me ardhë te na. Mandej e kena fiancën me Valmir me Hukaj, konsulent këshilltar financiar në Zyri, po prapë na kam shtetë edhe neve këtu në Bern, edhe pse kemi eventin këtu, ndoshta ki edhe ndonjë klient ose të klient potencial edhe në Bern. Faleminderit edhe ty. Mandej kemi edhe Marta Gjergjaj, edhe është një businesswoman nga ana e Bazelit. Faleminderit edhe ty që gjithmonë na për krah. Marta e ka marrë edhe dikon me veti, ka marrë një, ndoshta sidomos burra për juve se s'po du mi paushalizu as gratë, ndoshta e njëni The Cobra, nuk e di a dini kush është Arnold Gjergjaj, ka lujt në profiligë, ka boksu, bokser, u ka në kampionat evropian, 2018 mos gabofsha, ma për 2016, 14, okej, përshkojna kadal. Edhe është një kënaqësi shumë e madhe, edhe që ne qysh lidhet tash edhe sporti ndaj burrave, ndaj grave që zakonisht nuk bën mi ndo, po prapë se prapë, që na bashkon edhe në mënyrë të sponsorizimit. Faleminderit shumë, Arnoldi edhe I përkrah rinin në rreth Bazelit në temën e boksit. Faleminderit shumë. Kom edhe kënaqësinë që kemi disa diplomat sonte këtu. Ambasadori I Kosovës në Zvicër, Zotëri Metor Latifi, vonohet për disa minuta, veç vjen. Edhe I mandej I thot edhe disa fjale. Kemi edhe zavend ambasadoren Shuki Ramadani, besoj që krejt e njohëm. Shuki neve nuk është veç prezente, po gjithë na animon me idea, me kontakte, me këshilla. E kemi një grup chat, kur thot, jo vajza, kështu s'bën, ose unë e kisha bon ashtë në qëtë mënyrë, kështu që na përkrah, për çdo herë faleminderit Shuki edhe ty në këtë moment për përkrajen. Kështu që tash unë e pjau dha fjalën kolegëve të mia, që pak e spjegojnë Swiss Alps Women, çka bojna, pse kina lënsu, cili është qëllimi, para se t'ja fillojmë tanaj panelin me musafirët tonë. Faleminderit edhe juve gjithve që keni nda kohën me ardhë edhe mu inspiru ose me na inspiru. Dy kashe. Mirëmbrëma, mirë se një ardhë nga une. Shaju prapë në këto minutat e ardhshme nga ne, është do t'ju prezentojnë asë kush jemi ne, cilë është ideja pas iniciatives dhe mandej do të kemi panel diskutimin me musafirët tonë dhe besoj që musafirëve që kemi shumë aktiv në botën e sportit, do të keni hapësirën që t'i bëni pyetjet dhe do të aprofundojmë sepse jemi popull festiv, do të aprofundojmë me muzikë dhe me apero. Vizioni ynë, cili është ideja pas Swiss Alps Women dhe pse jemi mbledhur ne që sonte këtu. Swiss Alps Women është një iniciativë nga gratë për ju gratë që jeni në Zvicër, sepse fillimisht ishim me gjepin e Marbelen, Ullur edhe falshim e njohim këtë grunë, kjo është e sukseshme, ajo është e sukseshme, e aty është iniciativa dhe ideja të krijojmë një platformë që kemi shkëmbim të kemi të ndojmë njëra tjetër edhe të fuqizojmë njëra tjetër. Prandaj është një
ideja me Suicide Woman dhe me vizionin ton do e na ju përkraj juve, me jallon forcën që të jeni njëra tjetrën dhe që sepse jemi të njohur edhe ndërkombëtarisht, po edhe në Zvicër kemi shumë gra të suksesshme dhe ne jemi të mendimit se në qoftë akademike, në qoftë sipërmarrëse, në qoftë nona, sportiste, shado qoftë çdo grup nga populli shqiptar meriton një kunor. Dhe si që jemi herën e parë në vend, besoj se para shumë kemi nevojë të prezantohemi. Unë jam Natalia Komani dhe jam ekspert e marketingut, punoj që sa vite në botën e marketingut dhe si që vrejnë nga theksi e Gjakobës dhe sepse sa dhe pana me këngëtarin e një bisedë, aty sigurisht e Gjakobës, është po shumë shefna. Ta ne ja do dhe fjallën kolegës time Gjeris. Unë jam Gjevria Zendeli, me mbrojtjen nga ona ime. Unë jam nga Maqedonia, nga Kosovë. Jam avokate në Zyrich, kam 11 vjet, jam e specializuar drejt kompanijave, kontratave, edhe banoj në Zyrich. Arvela, ti je e njohur këtu sidomos në vend. Jo në fushën e komunikimit edhe une si këshilltare për kompania, kështu që nashtë e spjegjon pak edhe këtë rastin e moderimit që po mbjen me ba une, me skali. Okej, Suicide Woman kemi në 3 shtylla të fuqizimit. Sot, si kemi mbrëmje që kemi dëshirë që bëjmë ma ligjërata për lloj temene, qoftë me karriere, ekstenze, kulturale. Sonda u sporti, edhe kaluar që me ndo fuqis, borqa mendore. Kur kemi idenë të thrisim profesionaliste, specialiste në të limin që të na apin mendyren e tyre, ideja që edhe tipse se si ne mund në të profitojmë pjas detyrimit e atyre. E dyta, çfarë kemi në plan të bëjmë retreat, një weekend ose disa ditë në Zvicër ose jashtë Zvicrës, ku duhet në një grup më të vogël të kalojmë një kohë edhe ja të marrim të kemë biseda më të thellta. Kështu e patëm sot një ide shumë të mirë me Lutën, vitin e ardhshëm të krijojmë të planifikojmë një event ku shkojmë në Kosovë, Maqedonia, Shqipëri. Ja, të bëjmë një hiking, ndoshta me atë specialistin. Po ata jemi në fillim, po kur të kemi informacione më të tjera do t'ju informojmë. Treta është mentorship. Ideja është që një grua të re që është në fillim të karrierës të lidhi me një mentore ku kanë mundësi të takohen, bisedojnë, që njëra që lirisht të ketë që të profitohen nga provoja që të bisedojnë karrierën e saj edhe ja. Që një fundit të ketë. Kjo janë të 3 shtyllat, po përveç kësaj e kemi lancuar dhe podcastin Teutat, zëri saj, ku Arvela, sidomos, ka misafir, specialistë në Armenia e tyre, ku ka biseda, ku mundet edhe ati profitoni me një informata, ashtu që këtu në këtë me podcast kemi bashkëpunim me Alt Radio, që na ndihmon, faleminderit në këtë pikë të Alt Radio. Edhe shpresoj që i keni mundësi të ndëgjojnë edhe podcastet tonë. Kemi kënaqësimi pas të 3 gratë jashtëzakonshme në panelin tonë. Po filloj me Uta Ibrahimin, është një prej alpinisteve më të njohura në kohës tonë. Shpresoj që gjithkush në këtë sallë e din se kush është Uta Ibrahimi, është shqiptarja e parë, është në femra e parë
mbrana Ballkanit, që I ka mri 14 maje të Himalajës. Rita Parashunti, besoj që edhe Ritën nuk e leni pa njoft, është doktoresh, është mjeke, është trajnere ushqimit, është trajnere sportit, e ka një butik të sportit në Prishtinë, e ka edhe podcastin e vetë. Rita I bashkon mjekësin, lëvizjen, ushqimin për me na mësu neve krejtve që jena shumë ngarkum gjatë çdo ditës se qysh mu ushqy në mënyrë shëndetshëm. Se nuk është edhe bash lehtë, se edhe këtu vjen kozha një farë discipline me majt edhe në vullneti për me qëndru e shëndetshme. Edhe e vedisume. Mandej kemi edhe Pashk Markun. Pashk Marku është Pashkë Marku, ka qenë lojtare në Profi League gjatë 10 viteve në handball. Domethënë është një fushë e dominuar dhe kjo është një fushë e dominuar prej burrave. Tashti e vetëm femër shqiptare që njoh që ka luajtur gjatë 10 vite, tashti më tregon për tjera nëse ka. Tja ke filluar me 15 vjet. Ke mbaru me 25 vjet, mos gabofsha, 25-26. Ti e përfaqëson ma shumë frymën e ekipit. Normalisht që edhe aty e ki disiplinën, e ki përkushtimin, edhe je e shembull për artistët të reja. Kështu që faleminderit të trijave që keni gjetë kohë. Ti ke ardhur, nështë ti ke bë 2 orë, so këtu dyja prej Prishtinës me aeroplan. Veç faleminderit shumë që jeni këtu krejt bashkë. Puja fillojna shumë spontanuta. Çfarë ndjenje ka qenë për ty me ngrit flamurin në sa janë 8600 e sa majet botës? Faleminderit për ftesën, Arbela, po vjen shumë mirë që mësonte këtu, me ndo tregimin tem të ngjitjes në 14 maja më të larta të botës. Po lidhna pak me temën, mase që veç jemi të folë për gratë, jemi të folë për gratë e forta dhe për gratë në sport. Po vjen mirë që këtu është Rita, edhe Pashka, edhe vazhdoni me bo aktivitetet tilla, sepse mendoj që të e mbështet njëna tjetrën mundemi me përparu shumë ma shumë. E sidomos për faktin që vim prej një vendi që është Kosova, edhe unë vi prej Gjelanit, unë gjithmonë jam përballë me komentet e njerëzve që Kosova është vendi vogël, nuk është vendi mundësive, Gjelani është një vend që s'ka male, edhe pse malet I kam 1 orë larg. Po prapë të krijohet ajo mendësia që kur vjen prej vendeve të vogla, mundësia për mu zhvillu edhe për me përparu është shumë e vogël. Mirë po Kosova ka dëshmu për shumë lami, jo vetëm në sport, mirë po edhe në art edhe në kulturë, që vajzat kanë vri me bo punë shumë të mirë për promovimin e vendit, edhe ndihem e lumtur që kom pas mundësin edhe kom pas vullnetin, sepse për me ngjit 14 majet më të larta në botë, edhe me konë vajza parë dhe vetëm në Ballkan me këtë arritje, është për mu nder edhe krenari me e pas flamurin e Kosovës dhe Shqipërisë në secilën maje edhe me mri me bo diçka mirë për vendin tem. Kjo për mu ka qenë motivi kryesor I këtë këtyne 8 viteve, 8 vite jetë për këtë projekt. Mirë po jam shumë e lumtur që kom lonë diçka për vendin tem edhe kom bo diçka për vendin tem. Faleminderit shumë. Pashk, vazhdojna me ty. Trego pak, qysh ju në kam fillime, qysh ja ke fillu, qysh e ke zbulu handballin. Handballin nuk është tash edhe pse du shumë. Sport, si kur futbolli, për shembull që e ka qatë shikueshmërinë aq të madhe. Qysh ke arrit me gjetë, edhe mu dashuru në sport? Jam lind në herë në Cyri, edhe me 10 vjetë kena shku apet në Turgau, se mami ka ardhë me 18 vjetë në Zvicër, edhe ka jetu një herë në Turgau, edhe ku I kam pas atër 10 vjetë, jena këthy apet në Turgau, më kanë ofër familjet momit, edhe motra jem
ka shku në handball. Unë rresha vesh në shpe se jam konë në kallim të me lonë Syrihen edhe mami o konë i pika parë që e tha, motras mere pashke me vete se kjo vesh në shpe, nëse nuk shkon ajo, atër s'kudzon as ti, e qështu me motra, me kushte edhe, po masanej shkuva në sport, edhe manet motra jam me zër, edhe unë kam nejt e motra jam me kalon, edhe dyqysh kam pas një trener, akon pak e vjetër, edhe ma bane ku i kam pas mas një vite, ka thonë, ti ki ma rrit të qka shumë lartë. Edhe unë i besojsha se e vogël e treneri ashtë diçka që këshyrta në jeret në altë, edhe nejta edhe arrita. Wow, bravo! Rit, ti e ki ranin tash, trego pak qysh je hin mjekësi, qysh e ke lidh mjekësin me mjekësin e sportit, me ushqimin, ti më duket je lind edhe je rritën në Kroaci, edhe me 16 vjetë, te kemi më shku në Kosovë. Po, me 16 vjetë jam ardhë në Prishtinë, ka qenë viti 2009. Du të pash ka me mësu me folë shkurt, ka shumë folë i gatë. Shkurt Shqip që Po, shkurt Shqip. 2009 kam ardhë në Kosovë me familje, prej Dubrovnikut, prej Kroacis. A ka qenë vendim i familjes me ardhë me jetu në Prishtinë pas gati ma shumë se 30 vite që ata kanë jetu në Kroaci dhe kryva shkollën e mesme në Kosovë. Pas ta erdhë koha me vendos për fakultet, unë e kom pas aspirata me shku në Amerikë, dikon largë, dikon jashtë, se nuk është që u pata rahatu shumë në Kosovë. Edhe qashtu të kom pa andra me sy qelë 2 vjetë që s'kom me konë atë, që kom me konë me najfar fakultetit artit, me bo diçka artistike dikon. Edhe nuk është që kom mendu mjekësin, edhe pse kom këqyr dokumentarët mjekësis, më kanë interesu senet që kanë të bojnë me njeriun, po jo në qatë aspekt, ma shumë më ka interesu kjana kreative. Edhe nejse i kryva ato SAT, TOEFL që janë për mu përgatit për me shku jashtë, kret e kisha motivin kështu shumë nalt. Edhe një mrami mandej, babi jam pe hap bisedën, tha, qa të me voti për fakulteti, thash, po që 2 vjetë dhjetë qa ko me vo. Tha, lej pasha babë në ato sene, kështë që sash qa jadin. Edhe mandej na e nisë me diskutu, edhe a i pëthot, unë ta kisha sugjeru që me shku në mjekësi, sepse është për ty, edhe unë nuk është që i kisha mendu ma heret, po e shtina atë qipën kry dhe ja nisa me pa vetën pak në qatë fush, edhe pse ishte diçka shumë e re për mu si mendim. Edhe mora vendimin, vendosa me besu që ajo është ma e mira për mu, edhe vendosa me shku në mjekësi. Në fillim e kom pas vështirë me pranu që kom e najtë në Kosovë, edhe që kom e qenë në një hapësirë publike të Kosovës marë parasysh që rrethanat janë dhe kushtet nuk janë edhe aq idilike që janë dikun tjetër, po u adaptova dhe qysh në atë sistem, e kryva mjekësin, ke shumë mirë, edhe pastaj në këtë procesin e vendimaris për specializim. Ajo është gjithmonë një pjesë kogja vështirë për doktorat e ri në Kosovë, sepse fakulteti i mjekësis pranohet vetëm prej vendeve gjermanofolse, nuk muj me shku kudo që dojmë, është procesi shumë i vështirë, e tjera, edhe me e shkurtu këtë pjesë. Unë dikur përfundova në Stuttgart në Gjermani dhe para prakisht gjatë pandemisë veç kisha fillu me punu në konceptin e rituals që e kom tash. Edhe ai koncept ka dalë si rezultat i vetë asaj që ka unë e kom botë të njetën, edhe me njerëzit po edhe me vetën, që kom pas dëshirë me e përmirësu stilin e jetës teme, po edhe të tjerëve aqë sa mu ka leju kur dikush ka ardhë, ka dash diçka mu këshillu me mu prej shoqnis, prej familjes, për ushtrimet, për ushqimin, për mënyrën që me mendu disa gjana tjera. Shumë njerëz mendojnë që adin është një rrugë ma letë me përshkru punën teme që kam të bëjmë veç me nutricion, po nutricioni është vetëm një segment i krejt punës teme, mas shumë të ka të bëjmë me ndryshimin e
shprehive edhe shprehive të jetës që kanë të bëjnë me gjithë shka, që ka të bëjnë me mirëqenjen, të qenit mirë dhe parandalimin e smundjeve. Dhe me thonë me shëndet gjatësin, ma shumë edhe se me jetë gjatësin. Kështu që një farforme erdhë një moment kur ja dhash emrin krejt qasoj, emrin ja kom donë në bazë të emrin tem dhe fjallës wellness, dhe kur të lexohet shqiptohet sikur rituals, që tingëllon sikur rituals, që ritualet e mira na bojnë mirë. Edhe kështu, u ktheva prej Gjermanisë, e vazhdova në studio punën, me klient, edhe online me edukimin, me informimin, edhe mendoj që pse ka ardhur suksesi nëse ashtu më me qujt, është sepse unë e vërtet sot asaj ditën me të njëjtën frym e bëj këtë punë me shumë zemër, me shumë dashuri, edhe e bëj me qëllim që njerëzit me ndëgju që ata që kam unë me sjell për shëndetin, që unë me konë qaj person që përmes meje ka lënë informata dhe sa ma shumë njerëz e marrin dhe i ndihmon diçka në jetë. Besoj që rezonanca është pozitive. Është shumë pozitive, ka qenë shumë ma shpejt se që e kom prit. Unë jam shumë falenderuese për dashurin edhe për krahjen që e kam prej shumë njerëzve që edhe ma thojnë ato. Edhe mendoj që qaj qëllimi jam që vjen prej zemrës vrehet vazhdimisht edhe besoj që qashtu të kam e vazhdim. Bravo, serku e ta ktheva gjermanisht. Vazhdojmë me temën, ju kretit se këtë rrugën e juve, po kjo rrugë është e përcjelle prej disiplinës. Disiplina ka shumë elemente, ose jo, prej forcës mendore. Forca mendore ka shumë disiplina ose elemente, si disiplina, si vullneti, si fokusi, si qëndrueshmëria. Uta, ti ke përjetu, ma mërmanja, si alpiniste, situata ekstreme, fizikisht, edhe mendrisht. Qysh kishe thonë e ke përballu frikën, lodhjen ose pasigurin gjatë rrugtimit tonë? Po mendoj, isha është më kthy pak edhe nështë me bo një prezente në shkurt, se qysh kom fillu më marrë me alpinizëm, se unë e të fillim i rosh pak shkurt, për krejt ata që nuk më njohen. Jena ferm, ki drejtë dhe ti njëjtën hapësirë me marë. Vesh po du me tregu pak qysh kom fillu, sepse për me mri minë gjitë 14 majet, normalisht është një rrugtim ma i gjatë për para këtyne 8 viteve. Unë kom përfundu fakultetin ekonomik edhe puna jem 8 orë, ka qenë departament marketingut kompanive ndryshme edhe një 8 vitet fundit kom punu në agjensit marketingut Kete Deni Newbornin, është agjensia që ka kriju Newbornin në Prishtinë, në Kosovë. Edhe vitin 2015, vitin 2010-2011, fillova me shku hiking me grupet e ndryshme në Kosovë. Dhe vitin 2015 vendosa me e lanë punën, në atë ku e di që jam përballë me shumë komente, shumë njerëzve të unisht edhe prej njerëzve në shtëpi, sepse kërkush më i kemë më kuptu edhe me besu me një ëndër temën që ka qenë ëndra për me i ngjit jo majet e botës, po majet e Kosovës, e majet e Shqipërisë, apo majet e Evropës. Edhe kështu që në vitin 2015, kur vendosa me ndërprej punën edhe fillova me andru për me kriju diçka temën, atëherë fillova dhe me kryu shkollimet edhe trajnimet për udhërfyse malore, sot punoj si udhërfyse malore në Kosovë edhe në vendet tjera të Ballkanit. Në ato kohë e di që jam përballë me shumë sfida, me i thy barierat brenda shoqërisë, sepse ju krejt e dini çka do me thonë me marrë malin. Shumë njerëz në të thëshin e ke lënë punën, një punë shumë të mirë, kom qenë drejtoresha e agjencisë për 4 vitet e fundit, edhe mendoj që kom qenë suksesshme në punën që e kom bo. Thëshin me lëm punën e zyrës, një punë shumë të mirë për me marrë malin. Atëherë nuk është se kom ditë sakt se ku kom e mri në jetë. Mirë po prej viti 2015 deri vitin 2017 fillova me punu me kryesisht me turistat huj, të cilët vishin me vizitu Kosovën, me i
udhërëfy me i bo gajt në përmalet e Kosovës, edhe fillova me andru për me ngjit majat e botës. Dhe në vitin 2017, më sakt në 22 maj, nuk e harroj kur këtë datë, ngjita majën Everest, maja më e lartë e botës, edhe atë ko u bona personi parë nga Kosova që evalua flamurin e Kosovës në majën e botës. Ti përmende forcën, disiplinën dhe shumë elemente tjera që duhesh me i pas për me ngjit majët e larta të botës, për shkak se ekspeditat në majë 8.000 metra nuk janë ekspedita, nuk janë sprinta, po janë maratona, janë ultramaratona, edhe çka më ka ndihmu mas shumti, ndoshta krejt prej karakterit tem. Unë jam person që nëse ja vendosi një qëllim vetit, patjetër që duna me dalë deri në kry. Edhe për me i dalë deri në kry sendeve duhesh me qenë shumë e disciplinuar dhe duhesh me pas vazhdimsi çka do të bën. Që mendoj që shumë prej juve veç e dini se për më konë sukses shumë punë që i bani ose në bizneset e juja ose në sportin që e praktikani, pa tjetër që duni me qenë dhe disciplinuar, po të njëjtën kohë dhe me pas vazhdimsi në ato që e bën. Edhe kështu që frikat, me siguri që ka pas këtu aty në ai moment? Shumë, po pa tjetër, kur më thot dikush a ki frikë, normal sepse janë ekspeditat e tilla, shumë shpesh jemi nisë ekipe më të ndaja, jemi kthy pa 2-3 njerëz, domethënë ka pas plot momente të cilat jemi përballë me humbjen e shokëve, me humbjen e shoqeve, janë ekspedita të vështira, ka rreziqe prej të ndryshmeve, lartësia mbi detare, mungesa oksigjenit, akullnajat, orteqet, krevasa, domethënë ka plot mënyra se çysh ti mundesh atje me humb jetën. Një sende di që çdo herë që jom nis prej Kosovës dhe çdo herë që jom përshëndet me njerëz të me, gjithmonë i kom memorizu që ato fotografi të unë, se ka qenë një sen që e kom ditë që po shkoj ku asnjëherë nuk e kom ditë nëse edhe kom u kthy mbrapa, mirë po puna vazhdueshme edhe dashnia shumë e madhe për atë çka e bëj, më ka bo që me i kry me sukses edhe mu kthy mbrapa edhe sot më konë me juve këtu. Wow, faleminderit. Qyshe ke ruti fokusin kur senet ju më po pak ma të vështirë në sportin ekipor? Aty të nështë shfaqet pak pa ndryshet nëse nuk je si Rita ose si Uta vetë në shqitë trenim po, veç prap lun në ekip. Dhe më ka dhunja të shka në fillim, une ku jam orë në Torgau, jena shku me një qytet që e kam mësu handballin, e tani kena gjetë një banes tjetër, jena kam 30 minuta, ma larg. Edhe treneri ku jam kam 12 vjetë, ka thonë që bëhet dishka me ty. Unë e kam vetë momin, a ban me shku apet në qytet ku jam kam, me 12 vjetë, me lujtë. Edhe për ne shqiptarë të që jena 5.000 edhe nana nuk në lejnë ma mirë në shkollë, leje handballin, leje sportin. Po une ka që ka murë fjallën e trenerit edhe që kjo më ka met 10 vjetë, 15, ama që kjo ka në rëndësishme me ma kallëzu qka është fokusi. Edhe nëse dënë diçka, adin natërisht prind që të përkrahen, unë e kam pas luksusin që nona jem të nëherët më ka përkra, më kanë shumë banhëf, ka ardhë me murë, edhe sa shumë ka sakrifiku për mu, ma ka japë fokusin që një nanë që ka 5.000, tonë me japë njëjtin dashni, edhe asë njënë me lonë anash, edhe unë e du. Ja kam nisë me dasht handballin, edhe për që ata unë të nëherët e kam pas dashnin. Edhe unë ku qka isha në loj, të nëherët e kam pyet vetën me majtë fokusin tam, pse je të lujtë, pse je në fush, pse po lendohesh, se e du. E nëse e ki dashnin për diçka,
ti të herët e ki fokusin për mendimin ta. Wow! Shumë përgjigje e saktë, Aporita. Shumë e mirë pashtë. Riti punon me njerëz që e kërkojnë pak ekuilibrin, e kërkojnë motivimin. Qa shetit e ata njerëz kur bëhet fjalë për motivimin ose për forcën mendore? Po, mirë pëthuaj kërkojnë motivimin. Gjithmonë ka shumë pyetje në Instagram për motivim. A din qysh me fitu motivin, nuk po kam heq motiv. Po, qito menaj që është përqëndrimi i gabum, gjithmonë është që këtë diskutim, po motivi nuk është diçka në cilën, nuk është dikush që të mbështet. Motivi është dikush që është një diçka shumë e keqe që të ngacmon, është ka një herë aty për ty, po shumë shpesh ikë edhe të len loq. Po, motivin përgjësi që ajo që na e presim që atë ndjenjë me na ardhë, nuk ka motiv, nuk ekziston. Motivi është aty këtu najherë, po ju gjithë. Disiplina është ajo që ta bjen edhe motivin. Kur e vendos një qëllim, gjithë shka në fakt është qëllim, kur e vendos një qëllim, ti e din se duhesh pa tjetër me e bo. Motivi ushtrohet bashkë në qatë moment, kur mas shumë ti priton me e bo, edhe ti e ban. Qa të lindë motivi, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë ki pritu mas shumë të më botë me bo një diçka, edhe ti e ban, motivi qa të kom e dhejë si flakë. Edhe kom e kom pjesë e asaj. Unë për vete shumë herë nuk jam e motivume me ushtru, shumë herë nuk jam e motivume me bo diçka për punë, po kur i shikoj gjanat qka vjen e mirë prej asaj, ose qysh që ajo kontribon në rrugtimin tem, e di që me i qitë 2-3 hapa kam e mjaftu, si respekt ndaj disiplinës, e cila disiplina si koncept është respekt ndaj vetës, është dashni ndaj vetës, ndaj procesit, pastaj që ajo ka me e linë motivin edhe besoj që ajo është me të gjithë. Po, disiplina është, ti shumë mirë pëthu, është respekt ndaj vetin, po na shpesher harojna me respektu vetën pak. Edhe qatë konceptin e disiplinës, ti që atop du të me pas branda te e qaq fort që me të arta naj edhe motivi dikur, motivimi, qysh vjen që a disciplinë, qysh e kryoj disiplinën kur jam për shemull dikush në që priton, një bas të sane? Unë mendoj që na mas pari me unis prej shkakut pak, kulturalisht e kena kriju disiplinën ndaj një pike, edhe ajo një pik o ka një person në shpe, i cili na ka kriju disiplinën vetëm ndaj ti ose ndaj saj. Ja u kon nona, ja u kon baba që u kon strikt dhe ka thonë qëta dush me bo, ose ka një ndëshkim dhe qysh dikon. Edhe gjithmonë na kanë një farforme na kanë vjedh dertin. Dhe me thonë na nuk e kena pas dertin për veti, që për shembull e kena marrë një notë keq që mu brengos qa bot me neve, ose ka ndodhë diçka keq që ndodhë me neve, po kena menu qa thot babi ose qa thot mami. Edhe tash kur të rritësh qashtu, ti nuk ki fort hapsir me kriju qatë me mësu se qa do me thonë me dasht vetën, qa do me thonë me ndërtu disiplinën për veti, po gjithmonë jetu ju përgjigj dikujt. Kur të rritësh pastaj, me të shëndlaq se mo qa e pika ka kalu, nuk është taj person mo dikush që dush mi u dëshmu dhe jesi kur pa busull. Edhe ne si kur popull, veçohemi prej këtyne tjerëve që e kam pas prej natyrës, mamati kam fillu mu zhvillu në drejtim, edhe ne do mu zhvillu si që në zhvillu të gjithë tjerët për mes informatës, me mësu mas pari me kuptu, me bo pyetjen kush është vetja, qa do me thonë vetja, qa do me thonë me qëndru me vetën në qëtësi. Sepse edhe sot e kishim një diskutim me dikën, thamë, qysh ne si popull frigohem shumë prej të qenit vetë, ose me të qenit në qëtësi, kemi nevoj për zhurmë, për valle, për muzikë, për halakam, për njerëz, për, dhe me thonë, plazha, ku ka, veç mos me kun vetë, thot, ku do që shkon dikon, thot, jo pëse s'ko ka kërkush këto, dhe me thonë, dhe me thonë, është probleme në e vetë. E kur rrim vetë, ki shumë pyetje, edhe ma ndej qatë nuk kam manual për atë punë. Vetë jeta ta mëson qysh pa qare kemi dasht vetën, se kemi dasht jetën, na e kena instinkt ato që dojmë me pështu. Edhe ma ndej kur ti danë me shpëtu, ti e kuptan që shkon e gjeni informatën, qysh duhet me qeni shëndetshëm. Okej, duhet me ushtru.
Do me thonë, ko ka mirë milon njerëz ka njerë vetë, Po. edhe hiq pus mi unë i mu Hiq. për me zhvillu qatë instiktit. Po s'ka se e prek atë pullën në instiktit të shpëtimit, që shme thonë. Adhen nuk ban me ja bo mandej një të keqe, kemi që ja bojmë shumë rrafsh një tjetrit, adhen se prej keq ardhjes, mandej, unë mendoj që kena koncepte kulturore të cilat shumë ndikojnë në kretë të gjëra për që ka jena të folë. Se unë e sot bëj me folë për jo du të me hongër qështu, jo du të me ushtru qështu, po kjo është e fundit fare që vjen. Mas pari, vetëdijsimi është pika parë që duhet më kriju në mënyrë që me dashtë vërtet edhe me zgju kurreshtjen edhe me pas interesin për me kriju disiplinën, me kuptu që është disiplina dhe pastaj me bo për hir të vetës. Edhe mandej për hir të që na si shqiptar mu bo ma të mirë. Do me thonë si popull mu bo ma të mirë, mernu ma mirë, mu dok ma mirë, me mendu ma mirë, mu sjell ma mirë, etjera. Kjo po implikon pak që s'doku mirë, së ushqenu Na i mirë. doke mas mirë, na jena tërshëm të bukur, që ata e kena marë për të mirë qënë këtë qështje. Po gjithmonë, po e pështo. Po jo, po gjithmonë, po menaj që pak kena tendenca, unë me sa e kom vrejt, shumë njerëz, s'paku në Kosovë po folje, doken ma të vjetër se që në vërtet janë. Dhe kjo reflekton stilin e keq të jetës. Dhe me thonë, shumë kafe, shumë duhan pirje, shumë stres, shumë mendime për tjerët, ma shumë se sa për vetën, adin tu e viktimizu vetën për tjerët vazhdimisht. Dhe këto në një farë forme krejt janë vendime. Janë tash me hinë në një filozofi të thella aty, në fakt, çdo gjë që ka ndodhur dhe në të kalumen, është vendimi joni nëse na vazhdojmë me e ngri si traum, edhe me vazhdu ajo me na afektu edhe sot. Dhe me thonë që ajo vendimarje thellë në ndijen tonë, na bën neve që na me pas emocionin ndaj qasaj hala, edhe mandej na qashtu me usjell sot në bazë të kalumës. Që du me lon pak këtë victim mentality, këtë mendësinë e viktimës, edhe me vazhdu veç tash sot me bo ma mirë, edhe për shembull njerëzit në perëndim, ose sigurisht ju e keni e dini ma mirë sepse jetoni në perëndim për neve. Për shkak të ushtrimeve dhe të stilit jetës që bojnë në disa aspekte tjera, shumica prej tyre nëse veç keni mujt me vrejt, duken ma të ri, sidomos njerëzit që ushtrojnë, duken gjithmonë ka 10-15 vjet ma të vjetër. Këto unë e di prej faktit që me në udhëtimet e mia, në trajnimet, i kom pa njerëzit që bojmë të gjithë të njëjtën punë dhe vërtet duken ashtu. Sepse patjetër që stili jetës ka me të afektu edhe mënyrën se sa je i shëndetshëm. Ajo dhe veç reflekton, nuk ka të bëj me duke arsani fundit. Është që ajo energjia mirë dhe që ajo e shëndetshmja që reflekton në ty kur vrehet që ke investu në ta. Faleminderit. Mirosh, ose me shumë. Mirosh ka njerë mi majtë qëtuna e se këgja pimsojna dusane. Shëndesit dhe mos mësafirit që ka marrë për Prishtinës, pashka shtu, po Uta dhe Rita. Ky është një vend shumë i vjetë për shumë arsye, e arsyeja kryesore se është një shembull i mirë se çfarë të arriturat edhe çfarë niveli kanë gratë tona. Ne jemi momentalisht në farë situate ku shpesh kemi lajme të këqija rreth femrave tona dhe grave tona në Kosovë, edhe në diasporë. Jo shumë për shkak të grave tona, por për shkak të neve mashkujve. Ne shpesh nuk po dimë si të duhet me gratë tona. Edhe ky është një shembull që gratë tona s'ka nevojë hiç për burra, s'ka nevojë hiç për neve, po mund me arrit shumë pa neve. Edhe mund vjen mirë që kemi shembull ku shihet që suksesi arrihet me disiplinë, arrihet me punë, edhe shpresoj të na impresojë të na japin përshtypje të mirë gjithëve. Unë jam i lumtur, një po që grave këtu, edhe për mund gjithë në sukses i personaliteteve që kanë arrit shumë, edhe që personaliteteve që janë kanë veta pavarësisht të tjerëve. Ne ende deri diku në shoqëri patriarkale dhe nuk për ata duhet gratë tona në madzoja se ne burrat se kanë shumë punë dhe shumë obligime. Shpresoj të ardhmen gratë tona me na zvartë tyre se gjitha sukseset që i kemi sot e kemi shpi grave gati, pak për burrave. Edhe në termen e pa suksesi si tutës, tritës, pashkës, duës, tritës e shumë tjerave që i kemi. Majlinda Kelmenit e shumë shembuj të mirë që i kemi, edhe
me arrit aty që është një ku edhe kemë venin faktikisht. Faleminderit shumë. Aroma kryesore. Ju falenderoj shumë Swiss Alps që ka organizuar këtë event, Swiss Alps Women. Është një event shumë i mirë, bashkë me pa shembuj të tillë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve krejve. Se moj motër të e di që më nëshë me vdek, se prapë ki vendosë në një marja, ka që natyra që të drejt ty, apo sfida me vetën, me kom ki dosh me sfidu vetën. Dhe pyetja tjetër është për Ritën, paka shumë ashtaj ki përgjigj, po çka mendon ti është problemi ma i madh që kemi ne si shoqëri në aspektin shëndetësor, qoftë mendor, qoftë shëndetin fizik. Çka është nëse ti kishe mujt diçka me ndru, të na shqiptar, çka kishe ndru? Pyetja anajsen tjetër. Dy pyetje fenomenale. Faleminderit Ludina. Po, është përgjigje shumë e gjatë. Po, do me thonë, në se cilën ekspedit, për mu ka qenë një drive, i thojnë në anglisht, një forcë që shtynë qëto me shku për para, edhe mi bo hapat e fundit, sidomos ato hapat e fundit kur vjen afër 8.000 metra, e ma tutje janë hapat ma të vështirë. Ke kalu shumë kohë në ekspedita, ekspeditat në 8.000 metra janë ekspedita mbi një muj e gjys, kur vesin që ka bëni për atë kohë, do të thotë janë ekspeditat largëta, janë të nalta, do të mi bo aklimatizimet për me adaptu trupin në mungesë oksigjenit, e tjera. Pse? Kryesisht, jo për bukurin që ka mali, normalisht malet janë shumë bukra, Rita foli pak me herët për me najt vetë, edhe për me reflektu dhe për mu ko njeri maj mirë, është edhe njona prej arsyeve tjera. Po për mu, forca kryesore për me kry këto ekspedita, edhe tu e di që ndoshta edhe nuk kthehem, ka qenë flamuri i Kosovës. Për mu konë shumë rëndësi, ka qenë shumë rëndësi me i tregu botës që Kosova, edhe pse është vend i vogël, ka njerëz të tillë që janë punëtor, janë të fortë edhe munden me mri, edhe tjetra me thy barriera gjinore. Jemi rrit me një vend ku, edhe pse unë personalisht jam shumë me fat për familjen cilën e kam, ku dallimet mes vajzave dhe djemve nuk kanë ekzistu. Mirë po, kur kom fillu më marrë me alpinizëm, shumica e dini që alpinizmi është kryesisht sport që asociohet ose lidhet me burrat. Për mu ka qenë një farë qëllimi që më ju tregu krejtve që edhe unë mundem, edhe pse jam e vogël, edhe pse vi prej Gilanit, edhe pse jam gru, kom e shku deri nalt edhe kom u kthy. Edhe kjo është një qëllim tjetër prej, edhe pse i kom kry tash 14 majat, e kom kry projektin, punën cilën unë e bëj çdo ditë në Kosovë, është me i motivu të rit, edhe sidomos vajzat nëpërmjet projekteve, e keni këtu edhe librin Uta Maleve edhe Uta në Shar. Janë kryesisht punë të cilët unë i bëj për me i motivu të rit edhe sidomos vajzat. Kjo është pse. Zakonisht, kur të paramenon dikon të bo pite, ose që më bo për para, ma do mendja jënë kohën për shembull disa gra poshtë, me një tepsi të njona e prejnë spanat që për shembull tjetra lanë folin, ato folin diçka dhe zakonisht janë të folë për dikon, që janë të folë për shkencë, janë të bo thashe theme. Që shepë më një, të në kohën është shtë diçka. Unë menaj që një ndër senet e para që ishtë dashtë më ndru, po janë nisi prej senit fundit që e tha Uta, është ka dashtë me thy barriera dhe ka dashtë me thonë që s'ka lidhe që unë jam e Gjilanit, s'ka lidhe që jam gru, s'ka lidhe kështu ashtu dhe ja dëshmon vetit edhe tjerve që bohet. Ne, për shkak të historisë, po edhe shumë gjanëve tjera, prapë po kthena kulturalisht, e kemi problemin ose situatën më shprej ma mirë, të mendumit ngusht, me zemër të ngusht në shumë raste, duke po vetën shumë inferior.
edhe duke mos mendu në mas të madhe që na mujmë edhe bojmë edhe nuk jemi gjithmonë një pakic diko edhe nuk fascinohemi qka shumë kur një shqiptare bën diçka na nihemi krenar thu se na kret jena dyshysh cungum diçka dhe kur e bën dikush shqiptare boni a vedin e ishdasht pak me ndru që të gjithë edhe me pasi kur ne mujmë edhe bojmë edhe duhet me e bo. Do me thonë mas pari, sa një parë që kësha pas dëshirë me ndru si popull është me pasi normalitet dëshiren edhe punën drejt majave, për çfarë do maje, qoftë në Himalaje, qoftë në jetën tonë personale, qoftë s'po di çka. Pas asajna, që kjo mendësi i heq thashethemet edhe marjet me jetat huja si kur koncept që ekziston në shqiptari me fol një sahat për kush e ka cilën kompani, sa pare i kanë ata, kush me kanë është, kush undap, se u bodë me thonë temat e diskutimit që pa tjetër janë temat e tryezës tonë, që ose në dark jashtë, ose mrena në shpe, ose në kafe. Dhe, sa do që kjo mundet me t'inglu diçka banale, besam që nëse të gjithë analizojnë thellë e vrejnë që kjo është një shpërqendrim shumë i madh nga qajo vetja që falem edhe progresi individuali cili pastaj e bën progresin kolektiv. Nëse ne i heqim këto, mandena këna me folë ka dale për shkencë, mandena bisedat kanë me qenë për gjëra të rëndësishme të jetës, të botës, edhe të njëri tjetrit, edhe mandena kjo ka me përmirësu edhe mënyrën se qysh mendojmë edhe për vetën e për ushqimin e shëndetshëm, edhe gjithashtu kur nuk e kemi mendësin e varfër, nuk mendojmë se ne duhet me hongër pa tjetër veç pite edhe flia, sepse është adin lire e mirë, por kena me këshyr me hongër mesh, e gjuhë të viqit, e palc, e gjithë shka, sepse nuk kam na u duk shtrajt, po kena me ditë që në fakt shorba lirë të djek bust në gjdo aspekt, edhe kena me menu me mentalitet pasën. Edhe pse jena shqiptarë, s'kena nevoj me hongër flitën jetën, ka dale flinë e lojmë në muze, si kur diçka disa herën vjetë, ndërsa bohëm pak ma të shëndetshëm. Do me thënë këtë plus, e mora nga Uta Durat, edhe se uhtoj një 2-3 javë, më duket kishim një qikë problem me postën, e mora para se të ngjissim majën e fundit. Do me thënë këtu janë të 14 maja, me Uta e dinte se të ngjisë edhe majën e 14. Me Utën jemi njohtu me sharë, që Uta e sharit, Uta e maleve, unë e quaja gjithmonë Uta e maleve, ka që për krahja ime fix në atë përvojën time tani, po bafa që me një tjetër sfit shëndetësore dhe për mua tani është Everest në Zvicra, por do të bëjmë bashkë, si që i kemi pas ato takimet tona, dhe do shtoja të pyetja juaj pse mo Utë, sepse ka diçka që është më e madhe dhe që e gjem gjithmonë brenda vetes. Para 3 ditësh kisha një meditim të gjatë me një life coach nga Suedia dhe thoshte ktheu në shtëpinë tënde, ktheu në trupin tënd. Dhe shtëpia ime çuditërisht e mali. Ndoshta fatkeqësisht po ne shqiptarët përveç paragjykimit të qanurit femër, të qanurit nuk e di në lloj-lloj klasifikimesh, kemi dhe paragjykimin të qanurit me disability ose me aftësinë e kufizuar. Nuk dua të marrë më shumë kohë, unë kam gjitur me atë më të larta të Ballkanit si personi i parë, gruaja e parë me aftësi të kufizuar dhe jam shumë krenare për ndihmën e Utës, edhe tënde Rita, që të ndjek shumë, kështu që ne kemi thesar. Ju faleminderit. Faleminderit. Uta në sharë, që dhe thotë, mos ke gjithë dashurie për të kohë? Dashurin e kam, po dashuria është e male veçaret, kështu që libri Uta në sharë është një tregim i Utës për gjatë një rrugtimi në malet e sharit, për krejt ju që nuk e dini, malet e sharit janë mes Kosovës, Macedonisë edhe Shqipërisë. Është një libër për fëmijë me ilustrime, su ke dashni çdo ditë e gjejtë malet e sharit. Kështu që sa herë të shkoj atje unë e mushna me dashni për jetën edhe për njerëzit. Kështu që ju ftoj krejt juve me ardhë në Kosovë,
edhe mi pa malit, edhe pse jo malit e sharit, faleminderit. Si është realiteti që ti njerëzve u sugjeron që atë ushqim, edhe realiteti jetë në ditën në përditshmërinë tonë. Këta është po ma bën këtë pyetje se m'ka pa të hongër dje që ata. Shumë njerëz mendojnë që edhe pse unë që ditën, po kjo për mu tregon shumë që unë duhet me ndreq përmbajtjen online, edhe me fol pak ma shpesh se mu m'duket thëmë një herë e thëmë një gjë, 2 herë e thëmë lesës për thëmë ose i lodha njerëz, po m'duket që duhet mi përsërit shumë herë për me mri zonit e të gjithë. Unë në fakt kur vjen puna të nutricioni nifem për ata që thëmë që të gjithë mund t'i hanë krejt. Nuk ka kufizime, me rëndësi është që çdo shujt, në fakt e kam një koncept që sigurisht edhe do e bëj libër për quhet si ta ndërtosh pijatën tënde. Edhe ideja është që çdo herë në çdo shujt kur ta shohim pijatën përpara, mi u ças sikur trupit ton kur kemi me vesh me rroba, edhe çdo pjesë që e veshim e asociojmë me pjesët e ushqimit që janë karbohidratet, proteinat, yndyrnat edhe vitaminat e mineralet. Edhe në atë rast duhet me ditë me zgjedh, cilës mi jap ma shumë hapësirë, cilës ma pak. Gjithmonë e theksoj se proteina është një ndër pjesët kryesore, edhe në çdo shujt duhet ketë protein, për që ato kanë rënë halla dhe këta me mëgjet mish këto ditë ton kohën në çdo shujt, mos më lënë me hongër veç karbohidrate. Po e rëndësishme është që balanci në ushqim është shumë i rëndësishëm për qëndrueshmëri, edhe për me qenë sa ma real, sepse jeta është e gjatë dhe dietat janë shumë të shkurta, edhe nuk janë ato të cilat na mbështesin, në njëjtë sikur motivimi zgjasin shkurt, nuk vlejnë, nuk zgjidhin probleme, nuk janë të vërteta. Janë iluzione edhe janë koncepte edhe metoda edhe trende të cilat dëshirojnë me ndihmu njerëzve me hi në deficitin kalorik, që është mënyra se qysh humbet peshë, por nuk janë afatgjate. Prandaj unë mbështes gjithmonë dietën e laramanishme ku njerëzit hajnë gjithçka, por me informatën se si ta ndërtojnë pjatën e tyre, që do të thotë gjithmonë të ketë protein, karbohidrat, yndyrna dhe vitamina minerale, do me thonë të gjitha, diçka ka një gjë nga të gjitha këto grupe. Faleminderit. Pash, a ke hangër gjithë shka që a ke dasht, a ke pas një nutriciste që të ka thonë jo, po a ke hangër flijat, pitat, lokumat, a të kanë majtë ma të forta, s'po di që 10 vjetë me lujtë në profi ligë është edhe për trupin një farë sfide. Okej, para pa pite, s'kësha mujtë heq, ama mas lojes. Jo, për një me na shkon në ligën e parë, ki njëtë si futbolistët, si të lojtarët që luajnë tenis, na i kena medicinat, na i kena çdo vjet i kena checks e medicinës, edhe na e këqyrëm çka do të më hangër, qysh më hangër, edhe në sa hate duhesh më hangër për me pas forcat për lojë. Ti duhesh haja është vërtet se për me forca më të madhen që mundesh me bën në fush është nëse hanë mirë para lojës. Para stërvitjes, para lojës, që herë do kur. Na i kena pas rastet, që më thonë, doktoresha na ka dhënë planin për çdo person, sa gjatë je, sa kila je, në cilën pozit lun, na i kena pas për me planet specife. Pozicioni e definon plan programin ushqim? Po, krejt normale, se une jam, për shembull, une jam, na thojmë, wing player në Allo, une do të më kanë shpejt, edhe me këcy nalt. Ata e kena pivotin, se është pak ma plot, se duhet më majt vitën, është fush në defense, edhe kjo duhet më pas muskët pak madhe, e une do të pak ma pak. Edhe të ka qendra, e qëto jena lojtare krejt ndryshe, pa që ata janë edhe planet ndryshe qka më hangër.
Shumë interesant. To nuk e pas na di. Po ajo e mesit duhet më smurdzua, pëtin. Duhet pas stabile, robuste aty e marrin me veti ata. Për shembull ai kena kalorijat. Unë kam pas kaloria 3200, për shembull për voti e ka pas deri 5000 kaloria që duhet mi mur. Normal ata është haja dhe ndryshe. Do me thonë, po ma dy fish më shumë. Po, Natalia. Unë e thonë kaj pyetje cilën mbijush. Përposh kem ti që tha para lojës du të mu ushqy mirë për më pas forcë mandej më shumë lojë. Si është aja forma që ushqenësh që më pas forcën si do qoftë, si ke lojë, si më lojë, apo edhe në përditshmëri tonë, është atë forcë, do të thotë, a kjo më shumë karbohidrate që i pjotin fuqi, apo proteine që më ndihma nga, o dhe si është ushqyme para lojës? Me kalcu drejtu jam konë njona që s'ka hongër me qef, vish me zërë, ama unë të nëherët kam qyrë mi para lujës kolohidrata edhe proteina, ne i kena pas të nëherët shakes që janë bënë gati për neve edhe vitaminat para lujës, të nëherët e kam hongër një banan, një orë para lujës, të nëherët e kam hongër qëta edhe qështu e jam kanë përgatit, ama unë e kam pas mendimin tam edhe qëta e kam majt edhe doktoresha nuk i ka pëlqy, ama unë të nëherë para lujës kam hongër makarona. Që kjo kanë që më ka mirë, edhe qështu e fokusin me mojë, disiplinën, gjdo para lujës makarona. Bravo, bre. Fuqi për qatë kohë që duhe. Po. Edhe utën që me vazhdu bisedën që e patën të Edhe unë makarona. Apo në drek ja kom dalu Natalis mi shtru pyetje se tash mrami du të mi shtru. Më nga dalu faktikisht se patën një bisedë në drek shumë interesante sepse utën nga tregoj për ekspeditat e tjerë e nga tregoj dhe gjona që i patë drek të në bërnë edhe tani e pa që i kishë bje do një mesa me i marrë me vete. Edhe faktikisht pyetja është për mja rritë këto moja, a kanë ndonjë, ose a ki këqyrti ndonjë formë specifike të ushqimit, një numene gjatë para ekspedita do të thotë ka marrë shumë fia që mund trashe që më adin, më pas ushqim andej, edhe a kanë ndonjë gjatë që thotë ndonjë formë ushtrimi, apo ndonjë formë para përgatitje, do të thotë vrapim, sport e tjerë, që e ki ushtru, edhe si a ki bëhet, a ki bëhet e bjeshke që shpërgatit një i bukë, a ki marrë me getë. A ki marrë në tela. Si kena ato të mira atjallë. Sa i përket ushqimit, po mendoj jo mundu me marrë sa ma shumë informacione prej njerëzve të ndryshëm, edhe normalisht e kom përcjell rritën shumë kohë, shpeshëm dhe gjë edhe rritën edhe këshillat. Edhe normal që mundohem me adaptu të shka do që është e përshtatshme për venin ku jam, për shkak se unë edhe pse jetoj në Prishtinë shumicën e kohës jam në për pjesht, në për male, për shkak edhe të punës, edhe zakonisht në për këto shtëpit e akomodimit kurim, kryesisht gatuhet pite flia pedla, që është shumë problem mi hangër për ditë, mirë po do të të mundohem maksimalisht më kujdes në atë aspekt, edhe me tentu me marë prej së cilës edhe karbohidrate, edhe proteina, edhe pse është shumë e vështirë, sidomos kur jam në mal ose kur jam në për ekspedita. Në ndërkohë, sa i përket disa javëve para se me shku në ekspedita, zakonisht e rikti sasinë e ushqimit, për shkak se në për ekspedita temperaturat mrin deri në -50 gradë, edhe neve na duhet me pas pak ma shumë sasi të vjamit. Do më thotë, tentoj me i shtu diku rreth 3-4 kg, për shkak se atje mandej i hekim, sepse nuk kemi ushqim të mjaftueshëm, edhe ushqimin e kemi, përveç e kemi të limitum, kemi edhe ushqime shumë minimale, kryesisht hajna edhe na makarona, se është vetë një sen që mujna me bajt, është ma lehtë. Në ndërkohë sa i përket ushtrimeve, unë jam vrapuse malore prej viti 2013, pata fillu me vrapime,
Zakonisht vrapimet I kryen mëngjes, edhe pastaj vitin 2018 kom fillu me ushtrimet forcës, me ushtrimet crossfitit. Këto janë 2 prej aktiviteteve të përditshme që I bëj për gjatë ushtrimeve, mirë po edhe nëse s'kam plan ekspedita, është mënyre jetesës. Edhe normalisht pëlqen dimrit me skiu, kryesisht dimrin e kaloj të skiu për veti ose të punu me ski, edhe më pëlqen bicikleta. Do të thotë është diçka që e bëj çdo ditë vazhdimisht, jo vetëm pse më pëlqen mundi e fortë fizikisht, po edhe pse më pëlqen me konë mirë shëndetshëm, mendrisht, sepse mendoj që sporti ose çfarë do lloj aktiviteti fizik na ndihmon mu konë më të lumtur, mu konë me energji pak më të mirë, këtë ato nervozat që I kena gjatë ditës, kur të njërësitemi I largojmë, kështu që s'ka lidhja kom projekt, as kom projekt, sporti është diçka që kom e boto në jetën. Faleminderit. Po vrehet dashnia dhe pasioni ndaj krejt lamit të juve. Kur t'ja nisë qashtet bodh. E kam një që përgjutë. Uta ma herët e ceke që në Kosovë për të fillu me alpinizme, do më thonë një përbal pak me ato, të thamë kushtimisht me ato fjallë që është ma shumë fushë, ma shkollore. Kur jenë në ekspedita, ki njerës prej botës, do më thonë prej vendeve të ndryshme. A ndodhe dhe aty me një pakat prej meshkove, nështë atë një ma subtile, jo ashtu me në qëllim të keq, po që trajtohesh në shto pak më ndryshme, se je famën, edhe në që se dush më fokusu, nëse ndodhe, nëse të pengon, qysh e arrim me vazhdim? Përgjithsisht, alpinizmi në botë, jo vetëm në Kosovë, do me thonë lidhet me burrat, edhe gati se në çdo ekspedit, deri në vitin 2020, kanë qenë nështë 80% burra dhe 20% kemi qenë vajza. Mirë po, ka ndodhur diçka dhe gjatë pandemisë, jo vetëm Kosovë, po besoj që krejt botën, ku vajzat kanë fillu pak ma shumë me nështë edhe promovimi që është bo për Himalajet, edhe promovimi që është bo për alpinizmin, ka shumë ma shumë vajza, sidomos për vitin 2020-2021. Për shembull, kur e kom gjetë majën Annapurna është maja me vdekshmërinë më të madhe në botë. Deri në vitin 2021 kanë qenë vetëm 12 vajza që kanë gjetë atë maje, ndërkohë në vitin 2021 në ekipën tonë jemi konë 12 vajza. Edhe të 12 jemi gjetë maje. Do të thonë me një ditë e kemi dyfishu numrin e ngjitjeve. Personalisht mendoj që kur ka ma shumë vajza në ekipe, sepse në për ekspedita në arrim ka një muaj e gjys bashkë, kena kompet bashkë, edhe ka shumë energji, e sidomos kur blokohemi, se ndodhë që blokohemi për shkak motit, vjen shumë borë, dhe këtë lëvizjet që mujna mi bo është prej tendës ku flajmë, dhe të tenda ku hajmë, edhe do më thonë një lëvizje minimale, s'kemi që ka me bo bajatove, s'ka internet, s'ka rrymë, s'mujna mu la, do më thonë ka shumë faktor që na ndikojnë që na mu konë edhe ka njerë të nervëzum. Kur ka vajza në ekipe, energjia është shumë ma e mirë. Edhe jam shumë e gëzume që vitet e fundit, kom pas shumë ma shumë partnere vajza, se sa djemë, edhe kemi kalu shumë ma mirë, sepse djemët gjithmonë për ekspedita munohen mi shty sandet me forcë, ndërsa vajzat e ka një farë, do më thonë e kanë edhe intuitën pak ma zhvillume, edhe bisedat janë ma të buta, e ma të mira, edhe në gjitjet I bojna ma të mira, edhe knaqemi ma shumë. Kështu që ka ndryshu trendi shumë në për Himalaje, edhe po menaj nese tash shpresoj që kom u kthi prapë në të ardhmen, po është ndryshu drastikisht shumë edhe jam shumë me lumtun që edhe në Kosovë kemi ndiku shumë që me rrit numrin e vajzave, sot për shembull ka udhërfyse malore vajza, në ndërkohë në vitin 2015, kur kom fillu me punu, kom qenë ndoshta të parat edhe të vetmet në atë kohë. Po ndryshon trendi edhe po më vjen shumë mirë që jemi të I thy barierat edhe në Kosovë edhe në botë sa përket këtij profesioni. Nuk më pengojnë, më kam pengu ma herët, kur jam kohë në fazat e para të karrierës tem, edhe si udhërfyse edhe si alpiniste, mirë po tash me thonë drejtën pak edhe harroj që duhet me ekzistu qaj san edhe nuk se konsideroj edhe nuk mirëm shumë
me atë punë. Faleminderit. Unë s'kam pyetje, po thishta unë të thonë, ju ka të femna që jeni edhe përpara në një shembull shumë të mirë, se besoj se keni mujt me arrit ato që keni dashur, se keni edhe familje të mbrapa që ju lejon, më konë që ashtu që çdoni ju. Do të thonë, baba si nona, për mendimin tan vrehet është dikush mas pari, që me thonë, i në kry taman, shtojnë anë pilonit, kur e vrej se asilët baba, sidomos njësoj me vajzat, sikur me djalin, se djentët tonë, burat e tonë, kanë gjithmonë drejtat e krejt botës, po si që në shtetë që shtypët femna, besoj se matët aty që është edukata familjes, shtetit, sa matë të preparu në qina, që është ma shumë vrehet në gratë tona. Edhe ato nuk e kam për me lidhtu, po e kam që shiet në hapat e vogla, jo që i bani, edhe në që në shtaneve, ju e najt një inspirim, besoj që muna mu zhvillu hala ma shumë. Do më thonë që masa edhe vrehet, është një familje e edukume, është një familje shumë e meqëm, është një familje që mund me marë si shambë për shambë dhe edhe Vjosa Osmani, gjithmonë vrehet që është mbrapa një babë mas pari, që e përkra vajzën e vetë. Se pa marë për asysh në një të vlerë e kena, po ka njëherë nuk na i pët. Ju ka të përpara, jeni si shambë që shka të më me po, nëse ki familje të mbrapa, që nuk të më të gjallit. Wow! Lejda, faleminderit për fjallët ashtë bukra. Ju e cektë dhe ma heret mbështetje në familjes. Te une ka qenë sidomos, edhe mu më doke që forca një grus, një femrës shqiptare dalohet të nona, po se aty jënë forca të nona të gjyshet, po sidomos edhe shpinën që ta amon krahin baba, agja, doja, me shkujt e fort në familje. Faleminderit shumë. Kemi... Në brama, unë jam të Armite, e kam një pyetje që do të t'ja drejtoja Anitës. Vë fjallë një pyetje të cilën unë shpesh ja parashtroj vetës, dhe po du me shfrytzu të rast, që pak me marrë më shtani përgjigje prej Anitës. Zëjtë e ma shumë sot flitet për të ushqyre të shëndetshme, ka shumë informatë që të ndej për sportin, gjithë shka njëri për shëndetin, po kur ma shumë se sot nuk ka pas, se me thonë, konfuzion në lidhje me çështje që kanë bërë në shëndetit, për shkak të informacionit të tepërt edhe të tiparive të ndryshme që ekzistojnë brenda sektorit. Edhe kam fjalën ju, kam fjalën për informata që vijnë prej burimeve të pasigurta ose prej jo profesionizëm, po pikërisht prej profesionizmit të shtuar, marrim informata totalisht të cilat bijnë në kundërshtim me njëra tjetrën. Pastaj ekziston edhe për shembull, ndërsa ne tentojmë të ushqejmë shëndetshëm, po gjithmonë na futet ajo frika që i vjen perime, po ato janë të mbushura pesticide. Shka në fitnesin, po fitnesi nuk është vendi i duhur, ku njeri duhet të ushqej, sepse është natyra ajo që duhet ne ta kemi pjesë të përditshmërisë tonë. Vrapi, po, mirë po, ka diçka më të mirë se vrapi. Domethënë gjithmonë ekzistojnë shumë pyetje edhe shumë kundërshtime edhe në farmyre. Sa ma shumë koha informacion që është ma të pyetjet edhe konfuzioni edhe në farë rutine për shkaktorët, që nuk e di cilat kishtë ndërsa këshilla jote, ose një parem që do të një mënyrë me pas një farë qetësie edhe me gjetë njëri një farë balancë në këtë farë gjërëvdije të informacionet edhe pamundësie për me disë cili është përstatje. Sepse podcastin e rritës e ndjetë e pasira, edhe ka pas rasti për shembull projektin të njëjtë, disa prej bashkë biseduzëve të rritës në podcast kanë dhënë përgjigje totalisht të ndryshme. Ai ka ndodhur, domethënë, në vazhdimsi të podcastit, jo brenda podcastit, mirë po aty kanë pasur sa jo e mirëqenë është edhe fjala një profesioniste. Një profesionist po të shkojë tjetër të bashkë, edhe ne mbetemi të kuptuar.
Qëre veç mu dëvësh me mgu. Prej sodit të shritë. Shumë pyetje e mirë, shumë po vjen mirë që e solle këtë çështje e cila është në fakt shumë e rëndësishme dhe është situatë e cila vërtet e vështirëson edhe punën e profesionistëve të vërtetë edhe që kanë qëllimin me bo punën e tyne qashtu që duhet me njerëzit. Unë mendoj që nuk të duhet një diplom, ose nuk të duhet me qenë profesionist i fushës për me e kuptu me e filtru informacionin. Informacioni po që është i tepër të sot, edhe është një gjë mirë që kemi qasje të letë, po fatkeqësisht ka shumë konfuzitet, edhe nuk mund të gjithë njerëzit me u bë tash profesionist fushave për me ditë se me e dallu kush e ka mirë dhe kush e ka keq, po një gjë që shumë ndihmon në filtrimin e saj është zhvillimi i vetdijes. Kur të marrim informatën, në zhvillim të vetdijes e shohim se vërtet ka rol kjo gjë dhe kur t'i shohim njerëzit edhe online, lun rol pak aty edhe intuita, e sheh pak njerin apo duket mashtrues ajo, apo duket që do me të shit diçka. Ka shumë njerëz që e bojnë një përmbajtje online në mënyrë që në fund me të shit diçka patjetër. Pastaj zakonisht mashtruesit e rrjeteve sociale ose të internetit përgjithësi e kanë një metodë të zhvillimit të frikës, sepse me frikë ma lehtë i manipulojnë dhe i kontrollojnë njerëzit. Për shembull, me gjëra sikur nëse e bën që kanë komë ta dëmtu qëto, nëse han ushqime me ngjyra, ato ta zhvillojnë kancerin, jo pesticidet, këto gjëra janë krejt shkencarisht jo të përkrahuna, dhe ka shumë njerëz që thonë që shkenca dhe mjekësia dhe matriksi mundohen me na myt neve dhe jo ka duhen me na paksu, edhe alienat kanë me ardhur dhe na kanë mu transferu në Mars e gjëra të tilla, por nuk është as njëri ekstrem, as tjetri ekstrem. Ne mund të themi që ka të vërteta diçka prej konspiracioneve, por jo në atë nivel që ne duhet të frigohemi tash se ekzistojnë do krijesa në zorën tonë trash, edhe që çdo gjë që hajmë ka me na myt, edhe që dikush e ka një komplot atje shumë të madhe dhe na do me thonë pa tjetër që ka me na ndodhë diçka. Shumë njerëz në jetën shumë njerëz në industrinë në shëndetit po manipulojnë me këto informacione dhe po mundohen me friksu njerëzit në mënyrë që me i shit produktet e tyne ose në mënyrë që me i çu në drejtimet e tyne. Me thjeshtësu se nuk e di, kena ku as kena ku? Edhe pak. Po të shoh që jesi këtov. Rato. Që ushqimi veç atë na prit. Po. A ushqimi okay. Kafi, Anen. Shumë mirë. E çre kur s'ka protein që është në mal, hirë me pi është shumë mirë. Po dhe. As hira, okay. Për me shkurtu, me thonë shkurt, një gjë është sa është e thjesht. Sa është e komplikume, është edhe e thjesht. Bile edhe me Arbelen në natë e këna folë. Thelbi i lëvizjes edhe thelbi i ushtrimeve, që ashtu me thonë, është me bo ato që ka trupi njeriu të bën normalisht. Do me thonë, ne ulemi, qohemi, i bajmë gjërat prej pikës A deri në pikën B, kesët për shembull, koferat, çado, gjërat që i ka bo biomekanika jonë, trupi jonë, gjithmonë, për çka është i dizajnu me bo, me qu dur për mi kokë, me bajt diçka me qu për mi kokë, me adorzu dikujt. Dhe me thonë, këto janë lëvizje të cilat dikur para 10.000 vjetë kena bajt gur, ose kena bajt kafsh që i kena myt atje që kena dasht mi hongër ma vonë. Fitnesi edhe ushtrimet janë zhvillu mbi këto baza. Do me thonë, squat, deadlift, me shty, me bo skleka, sene janë lëvizje natyrshme të njeriut. Këto lëvizje janë baza e mirëmbajtjes së trupit tonë dhe muskulaturës tonë. Do me thonë, zhvillimi jonë dhe mirëmbajtja jonë duhet me u bo pa tjetër me këto ushtrime. Çdo gjë tjetër është
pastaj modernizim i këtyne lëvizjeve. Për shembull, çfarë do që ka dalë më vonë? Pilates, sportet të ndryshme, sporti dhe ushtrimet dallojnë. Sporti është një aftësi, ndërsa ushtrimet janë baza e cila mbështet trupin tënd për me mujti me bo sport, qoftë edhe sportin ekstrem të jetës, i cili është, kena me shkutu plak, kena me gjitë shkollve, kam na u thy zemra disa herë se jena dashuru, e na kanë lonë, se kena milion dikane, gjërat të tilla, kam na dek na i kosh, do me thonë, kretë të sene, jeta është sporti ma ekstrem, edhe ne duhet të jemi të fort për ta. Dhe duhet të ushtrojmë. Tash, a në fitness, a në shpe, s'ka rëndësi. Dikujt t'i pëlqen në fitness, dikujt t'i pëlqen shpe, dikush e bën në mal, s'ka rëndësi, me rëndësi është që ato lëvizje mundem i bo kuda, me rëndësi është me pas diçka tronë me veti, çka është hekër, a guri, a njeri, s'ka rëndësi. Dhe me thonë, po, që kjo është thelbi, vrapi është një diçka që vjen mas ecjes, do me thonë, na kena ec, mande kena fillu me vrapu ka dalë, ose kena bo sprinta në natyrë, kur na u ka dasht për diçka me ikpi diçka fit dikujt. Nuk mundemi me thonë, a ma mirë me vrapu, a me ushtrum fitness. Vrapi është gjithashtu pjesë e lëvizjes tonë, por çdo gjë në fundit duhet mu programu dhe me ditë me dizajnu qatë programin e njetë. Le të themi që 2 deri në 3 herë në javë është super edhe mjafton me bo ushtrimet forcës, 20 deri në 30 minuta, dhe aty dikun duhet me integru ka pak edhe ecje në shpejt ose vrapin. Nëse e din vetën që s'ta bojnë gojt, nuk vrapon, ec shpejt, nëse e din vetën që ki kapacitet të fort boll, fillon edhe vrapon. E kështu që sa i përket dietës, i hanë të gjitha, do me thonë pitët nga një herë që thamë, proteinën, karbohidratet e tjera gjëra në balans ma shumë, dhe nuk është kur gjo ma komplikume se kaq, ndërsa sa i përket këtyne trendeve që po i bënë edhe qeveria amerikane, edhe ata njerëzit jashtëzakonisht paditur që i kanë pru tashti aty në skenë me folë për shëndet edhe me i friksu njerëzit në mënyrë që me shti me hongër ma pak, se ata s'di ndryshe që shmi menagju obezitetin, kështu që tash ja ka nis me ja shti jethet atyne që me hongër ma pak. Duhet me i thonë që kështë qëton gjyrat mysin e këto ato, që njerëzit me i zvoglu pak porcionet edhe me marë situatën kontrol, po që ka ndodhë në Amerikë nuk aplikohet tek ne. Do me thonë, sapet e zgata shumë, me rëndësi është... A tha më shku të shqipë? Po, falë për beda, ati e dënë që... Jo, është e rëndësishme. Ata për ata në podcast, une mundohëm shumë në mënyrë shumë diplomatike me mbrojt ato temën që ka une e thëmë, duke mos i lëndu ata me qenë se janë tëftuar aty, por shumë edhe unë vetë kom mos pajtueshmëri me disa gjëra që të ftuarit e mi thonë, sikur për shembull që sheqeri është drogë, është si droga, gjë që s'është e vërtetë shkencarisht, nuk mundesh me qenë i varur mbi sheqerit, ajo është veç një shprehi e cila mund shumë lehtë të shkëputet. Prej drogës nuk mundesh më shkëput, aq lehtë, është varësi serioze dhe mund unë për me përmbyll, muna me thonë që ma i rrezikshëm se sheqeri në konceptin e varësisë, që sheqeri s'krijon varësi, është problemi që ne kemi sot me telefonin. Kështu që, për shembull, kështu që informatën e merr mas shumë tipi ati që s'do këtë mashtru, se kjo në këtë rast. Një pyetje të fundit, më falni ju tani muni mja ushtru në ashtë në mënyrë bilaterale, është për mu shumë e rëndësishme, për që ata dhe përmbyllu me këtë pyetje, e tematizon shoqërinë dhe dukshmërinë grave në sport. Për me shtru pyetjen, duna mja u tregu një anekdot të vogël të shkurt. Para një muaji kemi qenë me një fest me shoqëri, edhe u ka një qik, ose në mesa një shoqës tonë, që ja ka fillu me lujt futbol. Famra e re, shqiptare që lunë futbol, shumë nga ka pëlqyer, kina pari Ola Gjemajlin edhe tjera që njohëm. Unë jam pronare një abonementit sezonal, grave që luajnë këtu në Bern, do me thonë shkoj vazhdimisht i shikoj, edhe i supportoj dhe mos më shku i supportoj në atë mënyrë se sporti ekipor më varet prej shitjeve të biletave, apo jo, me shku dikush me mush stadione, si e në bolë, si në futbol. Mandej ja ofrova, thash, ok, mas tje pas këtë ditlindjen tjetërën edhe mas 2 jave, thash, po të ftojmë Bern,
luajnë IP Fraue, gratë që luajnë për Young Boys, edhe ma bane, vajza më duket 16 vjeçare, tha, jo, s'kam qef me shku me shiku gratë, të lujtë futbol. Edhe vishë meta, ajo vetë lunë futbol, do më thonë, lypë, ka qef kërkesën, dikush me shku me supportu, edhe nuk disha që am ja këthy përgjigjen. Çka mendoni jo? Se kjo pa drejtësi, kjo vazhdon deri në pagesën e lojtarëve. Ndërsa burrat e marrin aq rrogën e mirë ose me sponsorizime që mujnë ton jetën mos me bë kur gjë, lojtarët e Ligës Nacionale të Zvicrës, shumica prej tyre me thonë që krejt e kanë një punë përveç futbollit, do me thonë nuk e kanë atë hapësirë me lujt futboll ose me trenu qysh trenon burri, edhe me pas rrogën që me thonë okej, e kom rrogën e fundit. Pse është kjo kështu edhe qysh muna me ndru këtë pikpamje? Po ja filloj me ty pash se ti ndoshta je ma afër me moshte ajo vajza dhe e din qysh është me dash dikon me mu stadione me ardhë me shiku lojën. Njëherë për qikën, që ka ma qef me këqyr djemët se gratë, mundë me kanë 2 raste, po vima se nej. Fillimi është normalisht prej 100 vjetë për para, se gratë s'kanë mujtë. Tash u zhvillu jeta, ma shumë gratë ka se bajnë sportet, se ku dzëllë me studiu, ta në dzizë me banë qka dojnë gratë, edhe në mu qu gratë edhe me banë diqka. Problemi se edhe unë jam kanë ma heret kam qyrë me ma qef djemët se vajzat, se të djemët kam su ma shumë. Mu kam ma fort edhe në bile sportit që kanë kontakt. Të djemët duke pak si ma agresiv edhe po me nën forcen edhe në me mësu forcen. Që mund është atër dhe vajzat me kryua edhe menimin tonë. Unë po menoj se djemët edhe gratë janë 2 species kanë së fërshite. Edhe si qik të nëherë të ki mazër, edhe të medjet për shemull, mediale, blik, 20 minute, këtu nuk folin shumë për gratë. Nuk folin edhe për servitjet që njëtë, për shemull, dëshnër jem lunë njëjtë handball si une, pozitën njëjtë edhe kena ushtru njëjtë. Ka të krejtë sanet njëjtë, kena hangën njëjtë, kena urartë edhe kështu. Apet, fancat të djemët janë kanë 3 herë ma shumë si të gratë. Kam lujtë onë në Kosovë, ku jam kanë në Kosovë me lujtë njëjtë atë gjë. Problema është se sa të vëshvillu. Unë është po menoj se atu ardhë, bile edhe me gratë që lujnë futbol, se kam bon medje prezencë enorm këtu në Zvicër, edhe po menoj që vynë edhe pak ku për më ardhë edhe të gratë, a më në shpesoj se kanë më ardhë. Ju dyja keni përgjigje, ose na i tentim që qa mundet me kanë, pse ka thana ja ashtu, qysh muna me ndryshu, qysh muna pak me... Po mendoj, unë veç fola pak edhe në fillim nështë për këtë rolin e mbështetjes grave për gratë. Pashka shumë i respekoj, se edhe unë kom lujtë basketball një 8 vjetë për dritën e Gjilanit edhe për shembull kur kemi lujtë loj me ekipe tjera, kur kanë lujtë, vajzat zakonisht kanë lujtë terminin e parë, mana i djemë kanë lujtë terminin e dytë, e zakonisht pjesën e fundit lojës, neve na vikem na moshkësalla me publik. Edhe u gëzoj që bata vishin për djemë, po s'ka lidhje, do me thonë për neve u konë shumë motivuese me pa salën të mush, po mendoj që e spjegoj shumë mirë se, do me thonë, djemët që shta lujnë ma fort edhe t'i donë me mësu ma shumë edhe do shta qaja ka qenë arsyeja, po është shumë mirë që me fillu me mendu mbështetja ndaj njëna tjetrës, në sport ose në çfarë do aspekti tjetër, se kjo na bën më të fortë edhe kur jena bashkë, rritemi bashkë edhe zhvillohemi shumë më mirë bashkë. Kaq, s'kisha pas me shtu tjetër. Ma gudzoj. Shkurt të ishte? Jo, unë veç menoj që pse është për shkak që gjithçka në jetë po është marketing,
edhe nuk I kanë bo shumë marketing sportit ekipor të grave në botën përgjithësi. Se po t'ish bo marketing, atëre menaj që adin nashta ma shumë I këshim këqyr gratë se burat në atë rast po t'kish vendosë më bo që ashtu. Mendoj që duhet veç për shembull në atë rast I dash me thonë asaj qikës diçka, për shembull me thonë ai ti gru vet, po jo, whatever. A ki qef ty me ardhë me të këshyr. No, kena pas një marrë bisede, po s'guxoj me kalcu. S'kom drejt me t'regu. Po, në përgjithësi, menaj që nëse edhe vetë, do me thonë nëse I këshyrim gratë individualisht, nuk është problem. Abdin, se cilën e këshyrin mundet një gru në sport më bo shumë e njoftun edhe me nëzime prit të gjithë me këshyrë si qa po banë. Po nëse gratë vetë I mbështesin njëna tjetërën, gjë që kjo s'është problem veç në sport, po dhe në jetën e përditshme, mendoj që vetë ato mandej kanë me bu vendin e vetë kanë me abu marketingun vetit edhe vetë kanë me shty qatë sen. Qaja, po. Faleminderit që ishi me ne në Teutat Her Voice. Zëri saj është frymëzim për ne gjithë. Na ndiqni në platformat tona në rrjetet sociale ose në webfaqe swissalps.ch/woman, sepse çdo grua e mban kurorën e saj. Nëse ju bjen ndërmend ndaj vajzë, ndaj femër e suksesshme në Zvicër që ja vlen me ndëgju historinë e sajna, ju lutem na kontaktoni.